Ushtrimi i dhunës psikike mbi njerëzit që janë në të drejtë. Dhuna, te mjaft e përfolur tashmë, por a e dim në të vërtetë rëndesin që ajo bën mbi njerëzit, saktësisht ato që janë në të drejtë. Në kohët tona, dhuna shfaqet në mënyra të ndryshme, si ato fizike dhe psikike. Për shumicën në mendim të parë dhe si përfaqësor, dhuna fizike tingëllon më e rëndë. Por thellësisht, dhuna psikike është ajo që pak nga pak do pëson njeriu. Mënyrat për ta ushtruar atë janë të shumta, duke filluar nga fjalët fyse, ofendimet dhe shantazhimet nga më të ndryshmet. Çdo njeri nga ne i ka ndodhur ta hasim atë, përzakonisht me fjalë të vogla që lënë gjurmë të mëdha në kujtesat tona. Por a mund të mendojmë se si ndjehet një person i drejtë i cili ti ndodh në vazhdimsi? A mund të paramendojmë se si është të ngrihesh çdo mëngjes me mendimin se çdo më thon sot? Të zgjohesh me mendimin se si mund të shpëtoj sot? Vetëm nga këto pyetje ndjejmë keqardhje. Por pse vazhdojmë si shoqëri të ndëmtojmë njerëzit me mendje të kthjellët? Shpreha e mendimit është e drejtë e çdo kujt, por dhuna e ushtruar mbi to nuk është. Pasojat që ajo lë nuk janë të vogla. Ato nuk i pëson vetëm personi i dhunuar, por të gjithë. Sepse nëse vazhdojmë çdo herë të sulmojmë të drejtit, kush do të jetë ai që jep mendimet e duhura për të përparuar si shoqëri? Ata që mendojnë vetëm për vete, apo ata që gjithmonë sulmojnë e dëmtojnë të tjerët në mënyrë që të hedhin çdo kënd poshtë? Pasojat i dinë të gjithë, por ai kuptojnë. A vën veten në vend të dhunuarit? Përgjigjja është kurrë. Të ishim aq konsiderues, të vënim të drejtën përpara të gjithës, siç pretendojmë se bëjmë, nuk do të ishim këtu. Nuk do të kishim persona të drejtë që heshtin, por mendje të kthjellta dhe zemra të pastra që flasin. Lind pyetja: a dëshirojmë të jemi kontribues të kësaj? A ja vlen të vazhdojmë ciklin e tillë që neve vetë po na dëmton? Pse nuk mundëm asnjëherë të përmirësonim veten duke përmirësuar të tjerët që në të vërtetë kurrë nuk kanë pasur faj? E ardhmja është në duart tona. Të vërejmë se ç'është gabim dhe ta ndalojmë. Mos flasim pa zgjidhje. Egoizmi nuk është virtyt që duhet bartur.